Si në shumë shkolla tjera në qytet, edhe në shkollën Mustafa Bakia, është duke u zhvilluar procesi i rilicencimit të mësimdhënësve bazuar në udhëzimet administrative në fuqi. Drejtoresha e shkollës, Zana Kurtishi Rudi, tha se këtë proces nisi me mësimdhënësit e klasëve të para. Këtë herë kemi filluar me klaset e para, që janë 5 mësimdhënëse, të cilat sot veç kanë pranuar vendimin e rilicencimit, të cilat kanë kaluar procesin e formularit të drejtorit, pastaj të vëzhgimit nga kolegu, pastaj të nxënësve dhe në fund edhe vetvlerësimin e tyre si pjesë e totale e vlerësimit final. Nga ky proces pastaj del edhe një raportim final te formulari 5, i cili tregon paraqitjen finale, ku kalueshmëria është 80% dhe të gjitha mësimdhënësit që sot kanë pranuar vendimin kanë një kalueshmëri më shumë se të kënaqshme dhe pastaj do të njekin procedurat për rilicencim në pjesën e Kosova për licencën e re që do ta marrin për 7 vite. Ndonse procesi ka qenë i gjatë dhe sfidues, mësimdhënësja Raimonda Kushumlia thotë se gjatë gjithë kohës kemi bashkëpunuar të gjithë mësimdhënësit që ishim në proces të rilicencimit. Si ekip kemi punuar së bashku, ku kemi pas të ndara role që secila mësimdhënëse të kryejë detyrën e saj sipas udhëzimit që është për vlerësimin e performancës së mësimdhënësve. Si mësimdhënëse dhe vetë sot unë kam marrë vendimin për të përthirë licencën, kështu që ndihem mjaft krenare që një proces të tillë e kemi përfunduar me sukses brenda kolegeve në shkollën tonë. Ndërkaq Blerina Haraxhia, e cila ishte pjesë e ekipit të vlerësimit, thotë se gjithçka ishte sipas planifikimeve. Secila mësimdhënëse ka pas rolin e vet. Unë personalisht isha vëzhguese në orë mësimore të njëra nga kolegët këtu dhe kemi vëzhguar orët bazuar në gjitha kriteret të cilat kanë qenë të parapara. Sigurisht ka qenë pak sfiduese, por jo e paarritshme. Procesi ka vazhduar në rregull dhe çdo gjë ka përfunduar mirë. Sot po kurrizojmë punën me grupin e parë, tash do të vazhdojmë edhe me grupet me klasa të tjera. Për 7 vite të ardhshme, rilicencim në shkollë, këtë herë ju nështruan mësimdhënësit Veranda Shehu, Miranda Pollovska, Raimonda Radoniqi, Mirlinda Saçia dhe Raimonda Kushumlia, por gjithmonë për të u përgatitur edhe me grupet të tjera.